Mirë se erdhe në Golden Truth Tarot. Uroj që kjo video të gjej sa më mirë. Gëzuar vitin e ri 2026. Të uroj shëndet, dashuri, para dhe begati për ty dhe për familjen tënde. Dhe nëse vjen për herë të parë në kanalin tim dhe nuk je abonuar akoma, të lutem, kliko të butonin subscribe, abonohu, më ndihmon vërtet shumë që të vazhdoj të përgatis këto video për ty. Dhe tani do të filloj me parashikimin vjetor për shenjën tënde të Virgjëreshës. Në muajin janar do të ndodhin situata të ndryshme ku ti do të marrësh kohë për të reflektuar, ke shumë pikpyetje, do ta fillosh 2026-ën me dyshime, me pikpyetje në lidhje me identitetin tënd, do thuash në këtë fazë të jetës ku jam, a ja vlen të filloj një familje, a ja vlen të kem fëmijë, a dua të kem fëmijë, apo s'dua fare të kem fëmijë, apo dua të kem 2 fëmijë, apo të kem 3 fëmijë. Dikush mund të ketë pikpyetje në lidhje me punën, a jam në punën e duhur, a duhet filloj një punë tjetër, po sikur ta provoj të hapa të biznesin që kam pasur si ide gjithmonë, po sikur të ndryshoj komplet profesion, të bëj një gjë tjetër që më pëlqen më shumë. A ja vlen të qëndroj në këtë vend pune për 10, 15, 20 vitet e ardhshme. Dikush mund të ketë pikpyetje në lidhje me dashurinë. Nëse je në një marrëdhënie dashurie dhe gjërat nuk janë më siç kanë qenë më përpara, mund të kesh pikpyetje, të thuash a ja vlen të vazhdojmë bashkë në këtë marrëdhënie, nuk jemi më aq të dashuruar, nuk më sheh si dikur, nuk më komplimenton si dikur, nuk më jep vëmendje si dikur, nuk shpenzojmë kohë me njëri tjetrin si dikur, a do ndryshoj kjo marrëdhënie apo do vazhdoj dhe do përkeqësohet më shumë. Pikpyetjet mund të jenë nga më të ndryshmet. Jeni vetë në një fazë të tillë, mund të jetë një fazë që ka të bëjë me moshën tuaj, mund të jetë një moment ku emocionet, ndjesitë janë të tilla, një moment ku ti kërkon të dish edhe të eksplorosh më tepër, thua kush është roli im në botë, roli im në univers, do të zbulosh më tepër brenda vetes tënde. E shikoj si një muaj janarin reflektimi, një muaj ku ndonjëherë përpara se të bësh një hap përpara, është më mirë të bësh 2 hapa pas, ti bësh disa llogari me veten tënde, për ta analizuar, për ta ditur çfarë është më e mira për ty dhe pastaj të bësh përpara. Po një nga ndjesitë që do të dominoj në janar do të jetë vetmia, do ndihesh vetëm edhe pse je në një marrëdhënie, vetëm edhe nëse nuk je në një marrëdhënie, vetëm edhe nëse ke shoqëri, po mund të jenë shoqëri që janë shumë sipërfaqësore, që nuk ka thelb si shoqëri, nuk ndihesh rahat mjaftueshëm për të biseduar, për të ndarë më shumë nga vetja jote, për të marrë mirëkuptim, për të marrë vlerësim. Arsyet mund të jenë nga më të ndryshmet, sepse sigurisht ky është një lexim i përgjithshëm, por shikoj që gjithë koha që ti do marrësh, reflektimi, analiza me veten, çdo gjë, do të sjellin një krizë, do të sjellin një shpërthim të fortë në muajin shkurt. Në shkurt ti do të përballesh me diçka, me një situatë, shikoj një debat, shikoj një konflikt, shikoj një gjë që brenda teje ti e di që nuk ka një bazë të fortë, e di që është një gjë që je munduar ti vetë, e ke mbajtur zvar për një kohë të gjatë, ti është mbajtur sepse ti e ke mbajtur. Në momentin që ti e lëshon, bie në tokë. Dhe je lodhur nga të mbajturit të kësaj gjëje kaq shumë, të mbajturit e të luftuarit, dhe thua nuk dua të jem vetëm unë që luftoj, nuk dua të jem vetëm unë që bëj, nuk dua të jem vetëm unë që sakrifikoj, do të shohësh edhe nga ana tjetër përpjekje, do të shohësh edhe nga ana tjetër sakrificë, edhe nga ana tjetër dëshirë dhe impenjim. Do jetë një gjë, një krisje e fortë. Shikoj për disa virgjëresha mund të jetë një gjë që ka të bëjë me dashurinë, me romancën, një krizë në çift, një ndarje ose të paktën një shkëputje për një kohë, jo për të gjithë do jetë një ndarje, për të gjithë do jetë një fazë shkëputje ku mbani qëndrim, largoheni,
secili nuk jetoni bashkë për një periudhë të caktuar, mund të ketë rikthim varet se si e menaxhoni situatën edhe varet se sa serioze janë problemet për secilin nga ju. Për të tjerë mund të jetë një moment ku ti vendos thua do ta lë punën në të cilën ti ndodhesh, dhe nëse ke pak kënaqësi thua nuk e duroj dot më këtë vend pune, do gjej diçka tjetër, edhe mund të marrësh si vendim në një moment, po ky është një vendim impulsiv, virgjëresh, nuk është diçka që ti do ta bësh pavarësisht analizës edhe mendimeve gjithçkaje. Momentin që ti vendos, do të vendosësh sepse do të acaroj diçka, do të bezdis një fjalë, do ndodh një debat, do ndodh një gjë edhe ti aty thua nuk mundem dot më, nuk kaq ishte, nuk e zjas dot më as një ditë më shumë në këtë vend me këtë person në këtë situatë. Dhe shkëputesh, bëj kujdes, kjo është një energji në raste më ekstreme. Sigurisht ky nuk është një lexim individual, privat, është lexim i përgjithshëm, kështu që impakti është më i vogël, por ndonjëherë lidhet edhe me situata, konflikti që arrin deri në konflikt, në përleshje fizike, në dhunë fizike, në agresivitet. Bëni kujdes, tash është lexim i përgjithshëm, nuk do të ndodh sigurisht për të gjithë virgjëreshat, por nëse e shikojnë që situata tensionohet, në shkurt mund të kalojë në diçka më të madhe. Kujdesu gjithmonë në radh parë për mirëqenien tënde fizike dhe emocionale si individ, që ti jesh mirë, kjo është gjëja më e rëndësishme, nuk është mungesë force apo mungesë intelekti të shkëputesh atëherë kur e shikon që është e kohë të vazhdosh bisedën apo konfliktin. Marsi nga ana tjetër do të jetë një situatë ku një person do të vit ju kërkoj falje. Ky është një person që ka një ndjeshmëri të lartë emocionale, është një person që për moshën që ka është një mungesë pjekurie. Mund të jetë për disa virgjëresha një konflikt që ju e keni me fëmijën tuaj, sidomos nëse fëmia është në moshë adoleshencë ose i ri ose e re në moshë tek të 20-tat që jeton akoma me ju, mund të ndodhë një moment që debatoni, diskutoni, thua nuk duhet të marrësh shtëpi më vete, duhet jetosh më vete, të kesh pavarësinë tënde ose kapeni për diçka. Nëse fëmia sidomos, dhe ky person mund të jetë fëmia, mund të jetë motra, vllai, por është një person më i ri në moshë se sa ju, ka energji të fortë uji, ascendenten ose diellin në gafore, në akrep ose në peshk. Ky është një person që ka zemrën e mirë, i ka synimet e mira, por rrëmbehet, merr vendime impulsive, është njëri shumë emocional, në krahasim me ekuilibrin që ju keni, sepse ju jeni shumë të disiplinuar, shumë herë më të rregullt, ky person është e kundërta juaj, është shumë i rrëmujshëm, është shumë kaotik, është shumë si ndihet sot, si i bën gjërat nesër, që është diçka që është e vështirë për ju si virgjëresha për ta përballuar në përditshmërinë tuaj, ju streson, ju ngarkon jashtë mase, po do vit ju kërkoj falje, do t'ju tregoj që ndihet gabim, nuk e ka akoma pjekurinë emocionale, dhe kjo do të jetë një nga gjërat kryesore që ju do të mësoni nga kjo eksperiencë. Mund të jetë edhe një partner, mund të jetë një person ose partnere që ka diferencë moshe me ju, po do të kuptosh që nuk e ka me të keq, sepse është njeri i keq apo ka negativitet brenda vetes, thjesht nuk ka pjekurinë e duhur për të kontrolluar emocionet e veta, për të kontrolluar sjelljet e veta. Mund të ta thot fjalën e fundit të parën edhe pastaj pendohet, kthehet sërish. Për ju, pavarësisht se do t'ju bëj të ndjeni mirë, pjesa që do të merrni këtë faljen edhe shprehjen e dashurisë, shprehjen e vlerësimit të mallit që ka për ju, nuk ju shikoj që ta ktheni kokën pas, virgjëresha, sepse do kuptoni që ti mund ta duash dikë shumë, po nuk do të jetosh me atë person, ose nuk e duron dot në sjellje, në përditshmëri. Dashuria me koekzistencën në të njëjtin vend nuk është e njëjta gjë. Mund ta duash, mund ta vlerësosh, mund ta respektosh, mund të kesh lidhje gjaku, mund të kesh
një histori me dikë, sido që t'jetë situata, prap jeta, përditshmëria, ana praktike është shumë e vështirë dhe ju do të vendosni që jo, nuk mundeni dot mund të vazhdoni këtë situatë në këtë formë, në këtë mënyrë me këtë person. Dhe kjo energji në prill shikoj një ndryshim që ka të bëj me vendin ku ju jetoni, largoheni. Për disa virgjëresha mund t'jetë një udhtim që ti e bën, thjesht për t'u larguar nga streset, nga fjalët, nga diskutimet, nga këto rrëmujat e gjërat kaotike dhe vendos të shkëputesh diku, të qetësohesh, të shkosh në një udhtim në prill. Për disa virgjëresha, nëse për ty kjo është diçka më e madhe, diçka më e rëndësishme, ose do të shpërngulesh, do të ndryshosh vendin se ku jeton, të marrësh shtëpi tjetër me qerat, lëvizësh, apo ndoshta edhe të blesh shtëpi tjetër nëse i ke mundësit, mund të largohesh nëse je në fazën që ti po mendon të ndryshosh vendin se ku jeton, ke pak kënaqësi me qytetin, me shtetin ku ndodhesh edhe thua dua të jetoj në një vend tjetër ku kostoja të jetë më e ulët, kostoja e jetesës, kushtet janë më të mira, etj. Deri në muajin prill e shikoj që ti do shkëputesh, do largohesh. Dhe kjo do jetë një ndryshim madhor për shumë virgjëresha, është një kapitull i jetës që fillon për ju, një kapitull shumë i rëndësishëm, nuk është një gjë e vogël, është një ndryshim goxha i madh. Edhe nëse nuk i ke kushtet apo mundësitë financiare për ta bërë këtë shpërngulje në prill, mëndërisht do ndodh shkëputja. Mëndërisht do të mbyllësh një cikël dhe do thuash kjo është, do ta lësh pas dhe do shohësh drejt së ardhmes. Shikoj për disa virgjëresha, nëse ti ke fëmijë të vegjël sidomos, do duash të mbyllësh një cikël dhune, një cikël mungese, debatesh, diskutimesh, do duash ta mbyllësh këtë cikël që mos të përsëritet e njëjta gjë për fëmijën tënd, sidomos nëse ti vetë vjen nga një situatë e tillë, vjen nga një stres i tillë, vjen nga një jetesë familjare me stres, me debate, me diskutime, me konflikte dhe e shikon që kjo gjë do të përsëritet, është përsëritur tek ty, nuk do të duash ta ndërprerësh ciklin që mos të vazhdoj më për fëmijën tënd, sepse shikoj një shkëputje, një distancim, fokus drejt së ardhmes dhe ti je personi që e merr gjithë përgjegjësinë për fëmijën tënd, për këtë jetë të re që do të fillosh. Dhe të thash është një transformim goxha i madh, sepse energjia e vdekjes më tregon një cikël ku kthehesh nga ku duhet ja fillosh komplet nga e para, nga fillimi. Sigurisht do të shoqërohet me frikë, do të shoqërohet me pasiguri, do të shoqërohet me dyshime, do kesh momente, sepse ti si virgjëresh është e pamundur, ti gjatë gjithë kohës mendon, analizon, është e pamundur që ti mos kesh një moment ku ja bën pyetje vetes, a mora vendimin e duhur, a duhet a kisha bërë këtë gjë, po sikur të qëndroja, po sikur gjërat të ndryshonin. Mund t'i kesh këto se frika, çfarë do më pres më vonë, a do arrit të gjej sërish dashurinë, a do jem mirë, a do gjej punë tjetër, a do stabilizohem. Mund të kesh të gjitha këto pyetje, po ky ka qenë një cikël i nevojshëm. Ka qenë një cikël me sa më tregojnë letrat që duhet të ndodhte. Ka qenë pjesë e shkruar, e rëndësishme, e fatit tënd dhe po bën çdo gjë në kohën e dur, në momentin e dur. Mos ki dyshime tek vetja, mos ki pikpyetje, beso se po bën më të mirën dhe shiko dhe fokuso vetëm drejt së ardhmes. Është një transformim dhe transformimet janë të vështira, transformimet sjellin ndonjëherë lot, sjellin vuajtje, por sjellin edhe një rritje të vetvlerësimit, sjellin pavarësi, sjellin qetësi dhe harmoni. Dhe shumë shpejt do ta shikosh këtë fazë. Do ta shikosh vështirësia më e madhe do të jetë në shkurt,
shikoj në prill dhe në maj. Pastaj në qershor do të kthehesh në pozitivitetin tënd, do të kuptosh që jeta vazhdon për ty, ti ke opsione, ti ke mundësi të reja, gjëra do të ecin më mirë, përkundrazi do thuash, wow, unë pas kam pasur shumë mund të kisha evituar vetes shumë stres, shumë gjëra nëse do të kisha marrë këtë vendim më përpara në një kohë tjetër, në një moment tjetër. Por ky do të jetë një muaj i mirë qershori edhe për pjesën e konfidencës që ti ke tek vetja, imazhit, komplimentat që merr, vlerësimi që merr, do të fillosh të ndihesh më mirë, do të fillosh të kthehesh në atë energjinë tënde, plus do të jetë një muaj qershori që do të sjellë edhe lajme të mira, do të sjellë mundësi, diçka që do të entuziasmoj, diçka që do të bëj të rikthehet pjesa e shpresës, e ëndrrës, e dëshirës për të jetuar, edhe do ta shikosh të ardhmen me një optimizëm të madh, gjërat po fillojnë të lëvizin në drejtimin e duhur. Kurse Koriku fillon që nga data 9 Korik, kur Afrodita, planeti i dashurisë, planeti së bukurës, planeti i romancës, i parave, jetës luksoze, futet në shenjën tënde, në Virgjëresh. Dhe kjo do të bëj që në radhë të parë, ambientin e shtëpisë tënde, ti do ta ndryshosh dhe do ta rregullosh dhe do ta dekorosh ashtu siç ti do, Virgjëresh. Mund të kesh qenë në një situatë më përpara, në fillim të vitit të 2026, po edhe vite më përpara, ku ke qenë shumë e kufizuar ose i kufizuar, nuk i ke pas mundësinë të bësh gjërat si çdo ti. Ke qenë në rregullat e dikujt tjetër, në presionin e dikujt tjetër, në ngarkesën e dikujt tjetër, në energjia e ambientit të shtëpisë është varur nga energjia e personit. Nëse personi ka qenë me humor, të gjithë anëtarët e tjerë të familjes kanë qenë mirë me humor. Nëse personi ka qenë jo mirë, të gjithë të tjerët kanë qenë po ashtu të trazuar, po ashtu jo mirë. Dhe tani, më në fund, ti do jesh rahat në shtëpinë tënde, do ta dekorosh si çdo ti, sepse ajo energjia Afroditës në shenjën tënde të bën edhe që të jep atë syrin për të bukurën, për që gjithçka të jetë sa më komode, sa më praktike, sa më e rehatshme, do ndihesh mirë, do ndihesh rahat, jam në fund në ambientin tim, në qetësinë time, në atë lumturinë time, nuk kam trazira, nuk kam debate, nuk kam diskutime, çdo gjë është e qetë, çdo gjë është harmonike, shijon gjithçka ashtu siç ti dëshiron. Tash mund të ketë një rikthim deri në periudhën e Korikut për çiftet që kanë këtë zënkën apo këtë debatin, këtë diskutimin në muajin shkurt, deri në Korik ju do ktheheni bashk. Do ktheheni, po do ketë një ndryshim këtë herë. Për shembull, nëse jetoni me prindrit, me qoftë nga ana e partnerit ose të partneres, do ndodh një shkëputje ku ju do keni privacitetin tuaj. Pra do vi ky rikthim me një transformim, jo më të fal, po kthehemi, por do vi me disa kushte specifike që lidhen me mirëqenien e marrëdhënies tuaj dhe mirëqenien në çift, që t'jeni të gjithë sa më të shëndetshëm, sidomos nëse keni fëmijë, doni që t'jenë fëmijët të rriten sa më mirë, gjithçka të jetë sa më harmonike, sa më e bukur. Kjo është energjia e muajit Korik. Kurse në muajin Gusht, ju shoh pak të mërzitur sepse në këtë fazë të vështirë, her pas here mundet të keni pasur nevojë për njerëz, për shoqëri sidomos, për njerëz të cilët thua, unë kam dëgjuar dhe i kam ndihmuar shokët ose shoqet, kur erdhi radha ime, nuk ishte aty askush për mua. Do ta ndjeni këtë gjë, mund të bëhet edhe diçka shkak që ti e kupton edhe thua, njerëzit vërtet kanë kthyer shpinën, po vazhdojnë jetën e tyre, gjërat e tyre, po ju shoh të mërzitur në këtë drejtim. Mund të jetë pak nostalgji për të shkuarën, nostalgji për një kohë ku ti ke pasur më pak përgjegjësi, më pak strese, një kohë kur
ke pasur më shumë liri për dalë me shoqërinë, liri për t'u argëtuar, liri për t'i bërë gjërat si çdo ti, edhe tani ke këtë presionin e familjes, detyrime, gjëra të tjera. Mund të jetë një pjesë e vetes tënde që ti ke mall, ke nostalgji, e kujton kohën e shoqërisë, kohën kur gjërat ishin ndryshe. Mund të jetë mall për disa është një shkënjim që lidhet me shoqërinë, që nuk të dhan atë mbështetje, atë suport që duhet. Duhet edhe të kesh kujdes, të nxirre si mësim, virgjëresh nëse e kalon këtë situatë, mbaj parasysh që ato gjëra që ti mund të thuash në moment irritimi, në momente që je nxehur, që je mërzitur, që mund të flasësh keq për partnerin ose partneren tënde, i tregon, shprehesh, flet me shoqen e ngushtë, apo flet me shokun e ngushtë, apo flet me kushurirën, apo me një person të familjes, shprehesh, dhe ti mund ta falësh më vonë. Ti mund të rikthesh mbas disa muajve dhe ta falësh, po njerëzit e tjerë mbajnë mend ato gjëra që ti ke thënë. Shoqëria mban mend ato fjalë që ti ke thënë, familja, kushurinë, njerëzit me kë mund të flasësh do mbajnë mend ato gjëra që ti ke thënë, sepse në momentin që ti nxehesh me dikë, je mërzitur me dikë, ti përmend vetëm gjërat negative, po ti në përditshmëri e di që ai person ka dhe anë pozitive, se jo më kote vazhdon si raport. Di dhe anët pozitive, por nuk i përmend anët pozitive, përmend vetëm ato negativet. Dhe të tjerët nuk e kanë të njëjtën situatë si ti, nuk jetojnë me atë person, pra ata nuk e dinë, ato dinë vetëm çfarë ju thua ti. Këtë ju a them si mësim që ta keni parasysh, që mos të vini në një situatë ku pastaj ndiheni keq, ku njerëzit ju paragjykojnë, ku ndodhin situata ku pse u ktheve se mund të ndodhin sidomos në gusht situata ku dikush të thot, po pse u ktheve me atë, mbas asaj që t'ka thënë, mbas asaj që të bëri, ti prap u ktheve, pse nuk dëgjon e të tjera, dhe në këtë formë krijoni konflikte edhe me shoqërinë apo edhe me njerëz të tjerë. Ki parasysh nëse është një vendim përfundimtar apo është diçka që nuk i kthehesh pas. Mos thuaj gjëra që mund të pendohesh më vonë në impulsivitet e sipër. Por në muajin gusht, nga data 23, se kjo është vetëm pjesa e parë, nga data 23 fillon sezoni yt, sezoni virgjëreshës, dielli futet në shenjën tënde, dhe kjo të bën të ndihesh më mirë, të jep më shumë forcë, të jep më shumë energji, të jep më shumë konfidencë. Është periudha më e favorshme e vitit, nga 23 gushti, ki parasysh deri me datë 23 shtator, që shfrytëzoje vendimet që do të marrësh, çështje që lidhen me parat, me financat, çështje që lidhen me shëndetin, gjithçka që është e rëndësishme dhe thua duhet ta zgjidh me patjetër, zgjidhe gjatë sezonit tënd, gjatë fazës ku ti ke më shumë fat. Shikoj në shtator që situata do të ndryshoj për ty, të shoh të fokusuar më tepër tek gjërat praktike në jetë, tek gjërat që ti mund t'i kontrollosh, tek gjërat që ti mund t'i menaxhosh vetë. Kjo edhe sepse përveç diellit që futet në gusht nga data 23 në shenjën tënde, me datë 25 gusht edhe Mërkuri, planeti i komunikimit dhe planeti që të udhëheq, që është shumë i rëndësishëm për ty, sepse lidhet me pjesën e kujtesës, lidhet me pjesën e përqendrimit, me mënyrën si flet me të tjerë dhe si përpunon informacionet, futet në shenjën tënde, në virgjëresh. Dhe Mërkuri ty do të bëjë që ti kesh gjërat më të qarta. Ti thuash, okay, prit, i mendoj gjërat kështu, shikon në një formë shumë herë më praktike, shumë herë më racionale, do japësh vetes forcë, do thuash prit, boll, u ankova, boll qava, boll u mërzita, boll u stresova, le të merrem me gjërat që janë konkrete, me gjërat që janë praktike, me përgjegjësitë që kam, me punën, me angazhimet, me gjithë këto gjëra që janë kaq të rëndësishme, le të fokusohem këtu se po harxoj kohë, energjinë time me gjëra pa vlerë, me gjëra sipërfaqësore. Dhe do të kesh shumë më tepër fokus, shumë më tepër vëmendje, shumë më tepër përkushtim, e shikoj shtatorin si një muaj me produktivitet të lartë, për çështje
që kanë të bëjnë me punën, për çështje që kanë të bëjnë me organizimin e jetës tënde private, me gjithçka, me një strukturim të jashtëzakonshëm. Kurse muaji tetor do të jetë një muaj ku do të kesh dyshime për disa gjëra që dikush të gënjen, për disa sekrete, për disa gjëra, dhe do zbulosh më shumë, do dalin më shumë të fsheta. Nëse dikush do të përpiqet që të ta hedhë, apo do të përpiqet që të mashtrojë, apo do të përpiqet që të fsheh diçka, do të jetë e pamundur, sepse ti në tetor do ta zbulosh të vërtetën. Do jetë një gjë që deri diku e pret nga ky person, sepse është një gjë e përsëritur, është diçka që ka ndodhur më përpara, edhe mënyra, gënjeshtrat, fsheja e këtyre gjërave janë gjëra që kanë ndodhur edhe më përpara, dhe ti e di këtë gjë, e pret, dhe me veten tënde nuk mërzitesh me këtë person, e toleron, e kalon, nuk do t'i japësh shumë rëndësi, nuk e shikoj si një situatë që do të mërzisë, përkundrazi, do thuash, ti u përpoqe që të ma hedhësh, ose ti u përpoqe që të gënjesh, po unë të kuptoj shumë mirë, unë të lexoj shumë mirë, është një situatë e tillë. Kurse energjia e 2 muajve të fundit, energjia e nëntorit dhe energjia e dhjetorit, do të jetë një energji ku ti do t'jesh me një vendosmëri të madhe, shikoj një fokus të madh tek çështjet që kanë të bëjnë me anën ligjore, shkresa, dokumenta. Kjo mund t'jetë për disa virgjëresha, jo për të gjitha virgjëreshat, po për disa, shikoj një situatë që ka të bëjë me një gjyq. Mund t'jetë pjesa e ndarjes, nëse nuk e keni kaluar me sukses periudhën e korrikut, deri në nëntor mund të keni një seancë ndarje gjyqësore, ku do të zbuloni që ish partneri ose partnerja mund të ketë fshehur para, apo ka fshehur asete, apo ka fshehur diçka që i takon që të ndahet si pjesë e pasurisë apo të ardhurave. Si për të treguar më pak, kjo pjesa gjyqësore do të ndahet në mënyrë të drejtë, do të merrni atë çfarë ju takon, do të merrni çfarë ju takon, sepse gjyqtari do të jetë një person i drejtë, por mund të keni edhe një avokat shumë të mirë në virgjëresha, edhe një person që nga ana ligjore do t'ju këshillojë, do t'ju ndihmojë jashtë masë, dhe rezultati do jetë në favorin tuaj. Virgjëreshat që presin çfarëdo çështje që ka të bëjë me letra, dokumenta, me shtetin, me ligjin, me aplikime në shtet, ju do të dini të fituar. Po ndihma nga një person që është profesionist do të jetë e domosdoshme në këtë proces, e domosdoshme. Dikush, sidomos nëse e keni avokatin, shenjën ascendente ose diellin e ka në binjak, në peshore ose në ujor, është një person shumë intelektual, dhe një person që do t'ju mbështes pa mas. Plus nga data 25 nëntor, Marsi, planeti që lidhet me shpirtin luftarak, planeti që lidhet me ambicjen, me vendosmërinë, me atë energjinë, adrenalinën, futet në shenjën tuaj, në virgjëresh. Dhe Marsi do t'ju bëjë që mos të dorëzoheni, mos të tërhiqeni, mos të keni frikë. Thua, jo, unë do të marrë të drejtën time, do të marrë hakun tim, do të marrë atë që më takon, do të shkoj deri në fund, do luftoj për çfarë është e drejtë, për çfarë është e imja. Po mund të jetë edhe një çështje që ka të bëjë thjesht me një person që është një epror, apo një person i suksesshëm, një person që ty të ndihmon në punë, një person që shikon talentin, potencialin tënd, të ofron një vend më të mirë pune. Çfarëdo qoftë kjo për ty në mënyrë specifike, ju shikoj me një ambicje të madhe, ke një ambicje, një fokus, një vendosmëri në komunikim, në gjithçka, i vendos pikat mbi i, pret gjëra, të kërkoj këtë, dua këtë, do bëjmë këtë.
gjithçka është e qartë, sidomos në dhjetor. Në dhjetor, ato pikpyetje që do filloj viti, kush jam unë, kush është identiteti im, kush është roli im në botë, a jam në marrëdhënien e duhur, a jam në profesionin e duhur, të gjitha këto pikpyetje që ti ke vrigjeresh në janar, në dhjetor do të jetë komplet një situatë tjetër. Do thuash unë e di kush jam, e di sa vlej, kjo është puna ideale që po bëj, ose puna më e mirë që po bëj për momentin ose për këtë fazë ose edhe për 10 vitet e ardhshme. Mund thuash jam mirë, jam e lumtur ose i lumtur në këtë status që kam, qoftë nëse jeni në një lidhje, qoftë nëse jeni të ndarë, sido që të jetë situata, ti do thuash e di shumë mirë, ato të gjitha gjërat i ke të qarta, e ke të zgjidhura me veten tënde, mbyllet viti me qartësi, me vendosmëri. Dhe prandaj për ju, për këtë vit, për 2026, kristali që unë ju rekomandoj është floriti. Dhe mesazhi thot qartë virgjëresh, transformo energjinë negative në pozitive. Ti e drejton rrjedhën e jetës tënde. Nuk mund të qëndrosh në pritje që dikush të ndryshojë apo që dikush të përmirësohet. Ti duhet marrësh situatën në kontroll dhe të kthehesh tek identiteti, thuash jo, unë e kam kontrollin e jetës time, unë vendos për veten time, jo të jesh viktime dikujt tjetër apo të mbetesh në shpresën e dikujt tjetër. Prandaj floriti është një gur, një kristal që e kthen energji negative në energji, e transformon në energji pozitive. Për shembull, është shumë mirë të mbahet floriti afër pajisjeve elektronike, telefonave, për të bllokuar rrezet EMF që elektromagnetike që lëshojnë valët e telefonit, të kompjuterave. Është shumë mirë të mbahet floriti afër edhe të ndihmon edhe nëse duhet të studiosh, duhet të përgatisësh shkresa, dokumenta, është një kristal shumë i mirë. Prandaj, nëse interesohesh për bizhuteri ose stoli me gur dhe kristale të cilësisë më të lartë, vath, byzylyk, varse, unaza, futu tek website im në www.goldentruthtarot.com. Aty mund të gjesh opsione nga më të ndryshmet, lloje bizhuteri nga më të ndryshmet, shumë gjëra të bukura, futu sepse ka opsione vërtet pafund. Përveç kësaj, nëse do të mësosh të lexosh vetë letrat tarot apo letrat e orakullit, tarot janë letrat që unë përdor në këtë video dhe letrat e orakullit të kristaleve, të dyja pakot vinë me librat që shpjegojnë se si mund t'i lexosh vetë letrat, mund t'i porosisësh gjithashtu nga website im në etsy.com dhe në amazon.com. Nëse interesohesh për një lexim privat me mua, do të dish se si do t'jetë viti 2026 për ty në mënyrë specifike, do të dish me data fikse se ku duhet fokusohesh. Nëse ke pyetje të tjera në lidhje me dashurinë, në lidhje me punën, mund të rezervosh një lexim privat me mua direkt nga website im, sërish linkun e gjen këtu poshtë në www.goldentruthtarot.com. Të falenderoj shumë, të uroj gjithë të mirat dhe bashkë të dëgjohemi në videot e ardhshme. Faleminderit, mirupafshim.